Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi ishte shumë keq, më tha, më vjen keq. Loredana flet për herë të parë pas takimit me Jozin. Pas daljes nga shtëpia e famshme, Loredana Brati ka folur për herë të parë rreth situatës së ndërlikuar me Jozin dhe ndjenjave që vazhdon të ketë për të. E ftuar në një emision, Loredana rrëfeu përballjen emocionale që përjetoi pas incidentit të bujshëm mes Jozit dhe Gjestit, duke theksuar se sjellja e Jozit atë natë nuk kishte reflektim i tij si person. Jozi nuk ishte mirë, ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Më tha, më vjen keq dhe më kërkoi të shkoja në studio. E kuptova që nuk ishte vetvetja. Tha ajo duke shtuar se skena që pa, veçanërisht momenti me Gjestin, e kishte tronditur. Ata janë shumë krenar. Nuk ishte gabim, ndodhi lidhja me Jozin. Unë mësova plot. Prap më ka dhënë shumë emocione. Banorët e tjerë nuk i kanë ndjerë ato që kam ndjerë unë. Nuk e prisja dot me thik, nuk dija ku të futesha. Unë e shikoja atë njëri në sy dhe më jepte emocione. Më trëmbi koka e Gjestit dhe normale, skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua më tha, shko në studio. Më vjen keq. Por ai nuk ishte mirë, ishte i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja, s'do ta heq, unë azën. Edhe kur isha brenda, edhe si kur Jozi të vazhdoj jetën e vet, unë unazën do ta mbaj. Shprehet Loredana.